Atëherë, vazhdojmë të diskutojmë, por edhe jashtë kamerave, i lutem regjis grafikun e 7, kemi shumë materiale, do të përpiqemi që ti realizojmë të gjitha, ju faleminderit regjis, pra edhe për zotin Arizi që na dëgjon nga Mitrovica, ka një rritje mbreslënse të kompanive të mëdha në Bashkimin Evropian dhe në botë. Atje shifra që qarkullohet, që për zotin Sepa duket që do shta dhe nuk është e mjaftueshme, janë 100 miliard euro. Mua si ekonomist, edhe ju ekonomist jeni, por më impresionon kjo shifër, do shta do të duhet shumë më tepër. 100 miliard për gjithë Bashkimin Evropian. Është absolutisht i vogël. Është i vogël. Duhet të jetë shumë më shumë, po ta krahasosht edhe me Azin Lindore, po, edhe me Shëban, mbi gjitha. Shiko, ne na duken shifrat mëdha se flasim nga Shqipëria apo nga Kosova, në shqiptarëve 100 miliard në duket gjë e madhe, po për buxhetet e Bashkimit Evropian 100 miliard në vit nuk është se kanë një flitet për triliarda, kapitale që ato kanë nuk është në shifre habit që është kaq e vogël madje, domethënë në Evropë. E prisit shumë më tepër. Zoti Dokusi? Jetë edhe raporti nga çfarë info mund të jenë publike ose nga çfarë portofol mund të kenë deklaruar, kështu që teknikisht është normalisht më. Janë shifra, domethënë të ende jo shumë zyrtare, sepse edhe Mika në këto muaj është realisht pra ligji regulator i Bashkimit Evropian. Lidhur me Mikën, zoti Kane, keni ndonjë koment që pastaj t'ja kalojmë fjalën zotit Arizi? Po tani me punën e Mikas janë disa, le të themi, operator ose exchange që janë të verifikuar. E kanë marrë këtë lloj licence Mika, domethënë në Europë. Dhe po fillojnë të operojnë tani dhe në, le të themi, ato shtetet që të cilat nuk janë pjesë e Mikas, domethënë ti ke mundësi që të futesh në një exchange dhe të bësh atje tregti. Por unë dy sugjeroj tregti të monedave virtuale. Të monedave virtuale gjithmonë, domethënë Bitcoinin, këto stablecoin, çdo lloj monedhe tjetër. Por e mira është që duke qenë se ne po e përshtasim të draftin me Mikën, apo do jetë full Mika, domethënë nuk e di se si ende nuk është bërë publik, po është folur që në nëntorë në dhjetor do të dalë. Po, për diskutim. Një sugjerim ose diçka që mund të bëhet. Do të jetë full. Po, nëse është full Mika, atëherë që besoj që pra, tërësisht si direktiva e Bashkimit Evropian, ligji i zbatueshëm, i detyruar për të zbatuar nga 27 vendet anëtare. Po, zoti Kane? Nëse do jetë e tillë, pastaj besoj që disa nga këto operatorët që operojnë në Mika, ata do kenë mundësi domethënë që të fillojnë të operojnë edhe për tregun shqiptar. Kanë operatorë zoti Arizi në Kosovë, në Mitrovicën tuaj që operojnë sipas rregullores Mika? Tani, se operojnë disa prej se këmbimoreve po e operojnë, por a ju kujtohet kur thash në fillim ideologji Bitcoini. Bitcoini nuk ka ardhur për t'i rrit këmbimorët. Domethënë bile ideologjikisht është kundër ndërmjetësuesve. Domethënë nuk ka ardhur që të rrisë nevojën për ndërmjetësues, nuk ka ardhur për t'i reduktuar ndërmjetësuesit. Pra është një peer-to-peer network. Është mundësia për me e largu bankën si ndërmjetësues në rastin e transaksioneve internacionale. Prandaj, ato mund t'i rregullojnë, por nuk është ideja e Mikës që vetëm ti trajtoj këto këmbimore. Këmbimorët janë vetëm një pjesë e vogël e gjithasaj. Edhe pse në masë të madhe për nga sasia e mjeteve financiare, sepse faktikisht sot për sot është duke u përdorur për atë qëllim më së shumti. Mirë po, nuk është ideja se të përdoret vetëm për aspektin e këmbimorëve, është ideja se të përdoret edhe për shumë alternative të tjera të cilat mund të përdoret si këtë teknologji. Në pyetjen tuaj se banka qendrore domethënë moneda virtuale se është një realitet, domethënë shpejt unë them se jo, dhe se shoh si një prej gabimeve të mëdha se mendohet se duhet të shkojmë ka një entitet qendror, centralizues përmes blockchain teknologjisë, jo sepse faktikisht Bitcoini ka për ta reduktuar këtë lloj. Po. Këtë pyetje faleminderit që ju përgjigjet, se e kisha edhe për të anëtarët e tjerë të panelit, pra a mund të kemi një bankë qendrore të monedave virtuale dhe është dhe një kundër pyetje zoti Dokusi, zoti
Kane dhe zoti Sefa, a mundet që bankat qendrore të monedhës tradicionale, pra të monedhës letër, të nxjerrin ato monedhën e tyre virtuale? Po është menduar nga banka që do fakt që të kenë një monedhë. Dhe ideja e Mikës nuk është që të rregulloj Bitcoin në vetvete, se nuk mundet që ta rregulloj, ta kontrolloj, thjesht mund të rregulloj mënyrën që të ketë një kontroll që sa ke fituar, të deklarosh paratë e tjera, po jo në formë direkte si Për efekt taksave, sepse absolutisht. aty është kryesorja e qeverive dhe shumë e drejta. Që mund të krijojnë monedhë absolutisht që mundet, do të thotë kushdo mund të krijojë monedhë, jo po bankat edhe e kanë ndërmend që të krijojnë një monedhë, banka që do dhe të përdorin atë. Pse se ka provuar deri tani asnjë nga bankat qendrore? Apo është një aktivitet me shumë rrezik? Shiko, teknikisht edhe Worthless. teknikisht dhe para që kemi ne, le të themi virtuale janë, nëse do heqim kishin sikur është hequr Suedin, Britani më së shumti, dhe është virtuale, kështu që krejt është e kollajshme. Është e bëshme, do jetë do të prapë edhe realizueshme. realizimi i ka po patjetër. Edhe realizimi i ka, nëse ne për shkak do të thjesht për të rregulluar tekun mënyrën si do ta përdorim apo mos ta keq përdorim, por nuk është në vetvete për monedhën, së funda kripto prandaj u bë që të jetë e pakontrollueshme, të jetë private. Janë bërë kripto të gjithë në kuptimin që edhe për zotin Arizi, por edhe për zotin Sefa, Microsofti që është gjigante, pranon kriptovalutat në faqen e vetë në internet, ka dhe një dyqan virtual ku tregton ato, Po. XBOX, është një platformë pagese BitPay, quhet, njësoj si PayPal-i i famshëm i zotit Musk që se ka më, dhe Visa që janë gjigantët e, si thua, kartave të kreditit, apo giganti tjetër Mastercard, apo PayPal dhe Venmo, gjithashtu i pranojnë. Çfarë nuk kupton kjo zoti Sef? Jo, patjetër me ato, këta janë gjigant financiar, të cilët e shikojnë volumin e transaksioneve që ka dhe patjetër po tentojnë të I përfitojnë. kanë hapur derën. Patjetër po tentojnë të përfitojnë, pra pranojnë edhe këtë si formë këmbimi që të përfitojnë sepse marrin atë pjesën e tyre për shkak. Zoti Arizi, komenti juaj? Po, realisht, këto kompani të mëdhaja, si kurse që është Microsoft, PayPal e tjerë. Këto kompani përkasin një gjenerate që quhet Web2. Dhe tani këto po bëjnë përpjekje që ti, si më thënë, ti e rezistojnë kohës. Kohës këto kanë mundësi që ti rezistojnë nëse arrin që ta përqafojnë teknologjinë e gjeneratës Web3. Tani, tokenizimi është karakteristika kryesore e kësaj gjenerate. Çfarë është tokenizimi? Me fjalë më të thjeshta ju lutem, sepse është një teknologji e re, janë fjalë të uazuara, qytetarët e kanë shumë të vështirë. Të blesh tokë me Bitcoin. Tokenizimi. Pra, tokenizimi është që Bitcoinin ta shndrosh në një aset që shikohet, që preket, që është toka, apo jo? Kjo është tokenizimi? Jo, edhe ta shpjegon profesor. Po, profesor Arizi? Tokenizimi nënkupton e reprezentimin e ndonjë gjëje fizike në mënyrë digjitale. Domethënë reprezentimin. Për shembull, shtëpinë time, unë dua ta tokenizoj përmes një tokeni, dhe shtëpia ime mund të shihet, të blehet, të komercializohet përmes një tokeni. Tokeni, më thani, është monedha virtuale? Tokeni është njësi digjitale, domethënë e cila reprezenton një aset qoftë financiar, qoftë aset fizik, qoftë çdo gjë që na rreth. Domethënë, mund të tokenizohet edhe dioksid karboni, domethënë është ideja që të tokenizohet çdo gjë konkrete përmes kësaj teknologjie. A është e qartë? Po, qartë. Zoti Kani, zoti Defuzi? Vetëm një shpjegim ta jap, është shumë e rëndësishme. Ne nuk duhet që të trajtojmë teknologjinë blockchain, sepse nëse vini në Kosovë dhe diskutohet e dëgjoni termin kriptovalutë, a priori do të koincidoj me veriun atje dhe do të shikohet se një person që po bën një punë ilegale, një person që je duke bërë veprimtari ilegale, pra kjo teknologji nuk kërcen askënd, ne duhet që të edukohemi dhe ta përqafojmë sa më shpejt. Duke e njohur. Nuk duhet ta trajtojmë në mënyrë ofanzive. Domethënë, vetëm duhet ta marrim shembull për Dubai. Nëse shkoni në Dubai, ju mund ta konvertoni një kriptovalutë duke mos paguar patimet të ardhurë. Dakor, po në Dubai janë dhe kokat më të mëdha të krimit shqiptar. Jo, janë biznesmenat. Nuk e di në kush qëra, por atje... Po kështu thuhet që kanë bërë që kanë bërë këtu, apo edhe në Kosovë, ndoshta edhe
po jetojnë me ato para që i kanë bërë në mënyrë abuzive dhe kriminale në Dubai. Por se shumë njerëz e kanë për interes që të jetojnë atje. Do thënë, shumë njerëz kanë për dëshirë dhe për e shqyrtojnë si mundësi për të shkuar dhe për të jetuar atje. Për shembull, në Kosovë, një person i cili posedon po e zën një Bitcoin, dhe vlera e Bitcoinit është $100.000, po e zën, €10.000 ti duhet t'ia paguash shtetit. Dhe në vend se të turremi pas gjojtis së këtyre njerëzve, ne duhet që shqyrtojmë mundësinë për ti, si më thënë, trajtu në një mënyrë të kujdesshme. Dakor. Dhe jo vetëm që ti sulmojmë dhe pastaj ai gjen të Jo, nuk janë për gjueti shtrikash, janë dakord me ju. Por ama nga ana tjetër këta njerëz që po nxjerrin një fitim duhet t'i paguajnë diçka edhe shoqërisë, në kuptimin e taksës, apo jeni dakord besoj? Që për punën e taksave, Po. Të dëgjojmë edhe zotin Kane, zoti Kane? për punën e taksave unë mendoj që duhet të jetë një taksë e ulët, diku tek 5%, për shkak se dhe ndryshimi i çmimeve që këto monedhat kanë është shumë i lartë. Dhe gjithashtu ka dhe persona për shkak që kanë investuar edhe para 10 vjetësh. Bitcoini ka gati 15 vjet tani në treg. Dhe ti tatosh ata me një taks, le të themi 20%, që është shumë për dikë që ka investuar para 10 vjetësh ose 5 vjetësh, të tatohet me këtë lloj takse është shumë, ai do mundohet ta shmangi. Si gjë. Nuk funksionon kështu taktimi fitim. Zoti Sefa? Tatimi fitim funksionon mbi bazë vjetore. Pra ti tatohesh me atë të ardhurat që ke në këtë vit. Para 10 vitesh ti mund të pasur çfarë duash, po në këtë vit ti ke X të ardhura që konvertohen në momentin e caktuar që është taksimi dhe mbi atë taksohesh. Në Shqipërinë e kemi goxha të ulët, dividendin në 7%. E kemi tashmë të ulët. Për çdo për çfarë do lloj investitori. Zoti Ajrisi, se desha t'i bëj një pyetje dhe pastaj do ndryhini juve, lutem. Sa e parashikon ti, zoti Sefa, do dali do bëhet publik shumë shpejt projekt ligji. Sa do jetë taksa? Ja, tani e kemi 15% dhe është 15% mbi çfarë ti zbret. Pra nëse unë hedh 1.000 euro, fitoj 100, teknikisht dua të zbresi 1.100 se më duhet. Ai më mban 100 e ca euro. Pra tatimi mbi fitimin nuk të njeh shpenzime. Është 15%. Po, nuk të njeh si edhe për aktivitetet e tjera. Është tatimi të ardhur personale, po ngatron tatimi. Jo, po themi jo, edhe tatimi fitimi, ligji i kriptomonedave, jo, lejohet, mund t'i tërheqësh kriptomoneda, biles janë paguar dhe fatura fiskale me kriptomoneda, është për pagesë. Është 15% e totalit që zbret, pra nuk të njeh atë që hedh. Qose unë investoj 1.000, fitoj 100, dua të marr, duhet të paguaj 50%. Tatim mbi të ardhurat, siç thotë me drejtë zoti. Po për të ardhurat kush tatimi nuk është individual. Po flas për kur je rasti që je investitor dhe në fund vitit do tërheqësh atë që quhet dividendi nga aktiviteti që ne kemi 8% atë. Ka dhe Europa më pak, 8% s'ka dhe taks, po ta marrim po kështu sepse jemi ne vetëm më të paktit. Kjo është çështje tjetër, pastaj duhet ta ulim, duhet ta ngrejmë, për kripto e ke 15%, nuk e ke 8% dividend, se është subjekt, pra gjithkusht thash, që ose unë marr, investoj 1.000, fitoj 100, duhet të zbresi 1.100 se më duhen gjitha, unë duhet të paguaj 15% 1.100 që i bie më shumë se unë ç'kam fituar. Realisht vetë. Zoti Ajrisi? Doni të thoni tuajën lidhur me politikën e taksave, besoj për kriptomonedat. Pra thash në mendimin tim, unë mendoj se nuk duhet që të luajmë atë rolin e gjuetisë së shtrigave, sigurisht se apo bëju. Unë mendoj se duhet që të tentojmë që ti trajtojmë në një mënyrë të butë dhe në mënyrë që ato mjetet e financiare të derën brenda vendit. Sepse në momentin kur ato destinohen që tillë, atëherë edhe si më thënë largohemi prej mundësisë që të ndikohet pozitivisht në ekonominë e vendit me ato mjetet financiare. Atëherë i lutem për zotin Ajrisi dhe për të ftuarit në panel grafikun 8 i lutem regjis, shpërthimi ATM-ve që shërben edhe moneda virtuale në të gjithë botën. Nga qershorit 2020-ës, pra jemi në 5 vitet e fundit, relativisht, kemi një rritje shumë të fortë me herë të numrit të pra këtyre makinerive që pranojnë dhe shërben edhe me monedat virtuale. Janë makineri, një pjesë e madhe, më e madhe të përzjera, pra që kanë edhe monedat e zakonshme letër, por janë dhe makineri që janë apostafat vetëm për Bitcoinin. Dhe kemi një shifër shumë të lartë. Pyetja që kam për zotin Ajrisi, por edhe për panelistët këtu është,
Keni juve në një ATM në Kosovë që pranon, pra ATM ta quajmë hibride, edhe monedën euro ose monedat e tjera, por edhe monedën virtuale Bitcoin? Po, gjithsesi se po, tani unë jam këtu në një ATM, Bitcoin ATM tracker, vetëm kyqa për të parë se në sot vende në Kosovë kemi për shembull 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, është në 7, 8, 9, në Kosovë dohen 20 ATMs. Mashallah. 20. Ta tishtoni, inshallah, tishtoni, sepse ja vlen. Sepse ju e thatë me të drejtë. Po? Jo, ju e thatë me të drejtë, atë shifrën që i kishim dhënë ne, ju duk shumë e ngusht 80 milion euro si treg. Mendoni që të paktën ndoshta edhe 2 fishi tjetë ai reali për Kosovën, apo jo? Po, unë mendoj që po. Dhe faktikisht në emisionin paraprak kur kam marrë pjesë në një televizion tjetër, faktikisht kanë ekzistuar dikun me sa mbaj mend 3 ATMs në Kosovë. Dhe tani prej 3, para mendoni kemi kaluar në 20. Shumë mirë. Është menoj mundësi e mirë dhe është fat i mirë që këto ATM ekzistojnë dhe njerëzit t'i përdorin në mënyrë që të ketë mundësi se sa më pak. Domethënë që e mira e këtij tracker është që të do të trason se cilin ATM, sa kilometra larg ndodhet se cilin prej tyre. I përdorin në Kosovë këto 20 ATM që janë edhe me për Bitcoin? Mirë thotë drejtën shumë pak. Unë mendoj që një sasi shumë të madhe të këmbimeve kriptovalutore realizohet përmes exchange-eve apo këmbimoreve, domethënë online. Dhe një pjesë tjetër realizohet edhe përmes në mënyrë jo formale, me cash. Kuptoj. Do të them sepse unë jetoj në Kosovë dhe kam dëgjuar raste të tilla. Pra, dhe kjo punë e ATM-ve nuk besoj që edhe përdoret shumë pikërisht për shkak të mosbesueshmërisë. Pra, njerëzit konsiderojnë që mund të jenë prej ndonjë sulmi kështu. Sigurisht. Kanë ato, ndoshta kanë të drejtë, kanë shumë le të themi frikra të ngjallura edhe nga dezinformimi ose nga histori që janë fryrë, teori konspirative që për fat keq në saj edhe të mediave sociale i kemi shumë të përhapura kohët e fundit, por 20 apo 21 pas ka Kosova, thot zoti Ajrizi, dhe falenderoj se ai jeton atje dhe i shikon madje edhe online sapo i numroj në programin e tij kompjuterik. Po neve zero? Ne shohim monopatin atë online, kështu që ata shohin atë. Ne kemi një ligj që s'është tamam për kriptomonedat, dhe s'kemi asnjë ATM. Besoj që vitin tjetër mbasi të bëhet Kosova që s'ka as një hije ligji për kriptomonedat ka 21. Po, edhe frika, do thënë shumë që ka, dhe frika e mos përdorimit. Dhe shumë që ka, t'i shtojnë. Edhe frika e përdorimit është më së shumë ti se njerëzit kryen një ide dhe që ti ke para, është më kollajt të të bëjmë presion të ti marrin se është vetëm një transfer, të kryqe dhe zakonisht nuk duan që ti përdorin. Pra që ose më shkojnë në banka ka i limit ditor, dhe themi 500 euro, tjenë që ose shkojnë atë më, kryon një idenë që unë kam edhe si kur tërheq pak ose shumë, mund të ndodhi thjesht një graviti dhe mund t'i marri gjitha, është e pa kontrolluar. Pra ne kur shkojmë edhe në bank për të marrë keshin, ata të studiojmë psikologjikisht pse për të heq kaq shumë e tjemi që mos ke kërcëni. Në këtë rast do të ishte e frikshme, ndaj dhe kanë këtë frikën e përdorimit dhe përdojmë më shumë keshin, do të thonë shkëmbimin. Kjo është arsyeja pse nga 21 automatet me Bitcoin përdoret shumë pak në Kosovë. Zoti Kane? Unë mendoj që në Shqipëri, bas vendosjes së draftit, që pritet të bëj, besoj që shumë ATM do fillojnë të përhapen në disa pika, ose në disa qytete. Dhe do përhapen dhe do kenë goxha, le të themi, transaksione për persona që duan të blejnë ato fillimet e para me Bitcoin, do që duan të aprovojnë si gjë. Dhe mund të përhapin në disa vende, do më thënë, në këto qytetet më të mëdha që ne kemi. Mund të bëhet trendi mod, sidomos tek të rit? Trendi mod tek të rinj bëhet nëse le themi i ke parat për ta bërë atë punë. Po, ti i fillon i poston këto si metoda, do të thonë që okay, mund blesh Bitcoin në filan vend dhe njerëzit pastaj fillojnë edhe e provojnë, e shikojnë dhe kjo pastaj fillon që bëhet trend dhe fillon pastaj që ja shpjegon dhe tjerëve dhe afrohen të rit, sidomos me teknologjinë blockchain, se unë jam dakord me zotin Sefa që aty është ndoshta përfitimi maksimal. Zoti Dokusi? Po, normalisht duke qenë se do shojnë ATM do të jenë edhe më kurioz, megjithëse tani u duket si diçka
e paprekshme, janë kurioz, po jo në nivelin ku ta shohin fizikisht, pra do ta shohin që vërtet mund të marrin pjesë ke kjo gjë. Tjetër gjë pastaj për investimin, por që teknikisht do të shkoj pozitivisht, se bie impakt tjetër. Që është e prekshme kjo gjë dhe afrojuni. Zoti Sefa, skepticizmi juaj profesional që pranohet është diçka më me optimizëm tashti? Nuk po them se po vjen fundi i emisionit, por shikoni një mundësi që, si tha zoti Kane, me ligjin do të filloj dhe infrastruktura e përdorimit të monedave virtuale? Tani u binde që jam mirë që jam pesimist. Tani në fund të emision, jo. Jo, unë nuk mund t'ju quaj pesimist, mund t'ju quaj skeptik, pra mos besues profesional. Po pra tani u binde që duhet të jem pesimist, për një arsye shumë thjesht. Në nivelin aktual të njohurive digitale që kemi në të përhapur popullat, pa u rritur edukimi financiar dhe teknologjik, kjo më shumë përbën rrezik se sa mundësi për investim. Rrezik më shumë? Ato të rinë dhe të reja duhet ta kuptojnë çfarë. Nëse e njohin financiarisht dhe teknikisht, patjetër, është një mundësi e mirë, por kurse një se ekonomistë nuk do jenë gjithë, normalisht do të ikut. Ka nevojë për të qenë ekonomist për të njohur ca parime bazë, po ne me nivelin aktual të njohurive teknike. Sikur ta kishim futur në 2010 dhe ne pa dashje, pa njohuri ta blenim $10, çfarë do ishim sot, kështu që nuk është se që ndodh me njohuri tani kujdes. Mund të 2010 ta kishim përqafuar se ngjua, edhe pa dashje ta blem duke luajtur, si do të ishte. Po nuk ishte tjetër tregu i Bitcoinit në atë kohë, është tjetër. Po pra pikërisht, sikur ne të ishim pa atje, pa njohuri do ishim, do e blenim nga kurioziteti. I lutem panelit 5 minutat e fundit të i shmangim debatet, janë natyrshme në një emision. Jo, po se janë 5 minutat e fundit, tani po filluam vetëm të debatojmë. A do të tërheqim njerëz apo do i vëmë gjumë tani, çfarë bë? Dua i lutem regjis grafikun e fundit që kemi përgatitur. I kërkojmë ndjesë dhe qytetarëve, ndjekësve, se do shta kanë qenë shumë grafik, po për faktin që është një temë pak e njohur, ka shumë informacion, dhe jemi përpjekur i bëjmë dhe shkollë? Ti përfitojmë, do me thënë, sa më tjetë mundur. Grafiku i 9 ka të bëj dhe dua ta lexoj së bashku me zotin Ajrizi, sa të sigurt jemi me kriptomonedhat. Zoti Ajrizi, po për përdorim të sigurt, ekspertët, ju jeni ndërta në Kosovë, rekomandojnë të përdoren vetëm portofole dhe platforma të besueshme, është rekomandimi i parë, të mos investohet më shumë se sa mund të humbasit, pra të mos lëm peng shtëpinë, si ka ndodhur nga njerë me për fat keq në të kaluarën me lojrat e Bixhozit, të informojmë dhe të ndjekim rregulloret e autoriteteve tona, si që janë Banka e Shqipërisë dhe autoritetit mbikëqyrjes financiare. Zoti Ajrizi, dua në radhë parë komentin tuaj, po pak shkurt, ju lutem, se 4 minutat e fundit i kemi. Edhe duhet edhe për 3 të ftuarit e tjerë. Kemi ftu një profesor, nuk di vlasim shkurt, si do që tjetë. Jeni profesor demeritus madje, se keni gjithë jetën që po merreni, keni pasion, kështu që ju quajmë profesor me titull të plotit, i dashur zoti Ajrizi. Shumë faleminderit. Ama shkurt, lutem. Po, të përdoren vetëm për portfolio dhe platformat besueshme. Ne duhet bëjmë një dallim këtu ndërmjet portofoliove ose wallets ose kuletave digjitale dhe platformave që janë këmbimore. Pra, portofoljet ose wallets, këto të gjenerojnë një private key ose një qelës privat, përmes të cilit ju pa marrë parasysh se përmes cilës portfolio pretendoni të konektoheni në asetin, kriptoasetin tënd, ti mund të bësh me atë qelës privat. Domethënë, ajo ta mundson ty që ju t'jeni faktikisht pronar i portfolios tënd. Ndërsa ti besoni një këmbimoreje, nën kupton që ti atë qelësin privat t'ja japësh në besim ndërmjetësuesit, ndërsa në këmbim ata të japin ty një mundësi që të regjistrohesh përmes një email, përmes një pasvordi dhe ato kredenciale të ruash dikon. Mirë po, qelësi privat ndodhet tek ndërmjetësues, që këtë rast është platforma e besueshme. Dhe unë mendoj... Kështu që duhet të besojnë vetëm platformat e besueshme, po.
Po unë mendoj që nuk duhet vlerat e mëdha të vendosen në kësi platforma të besueshme, sepse ka shumë të tilla të besueshme në thonjza, të cilat kanë dështuar. Domethënë, si njëra prej tyre është për shembull FTX. Pra, nuk është mirë, pra ne duhet të edukohemi rreth teknologjisë dhe kështu të përdorim kujdetat digjitale për ta prezervuar kriptoasin. Dhe jo për ta përdorur për këmbim. Ndërsa asitin për këmbim duhet që faktikisht se duhet të japim mundësinë edhe në 2 minutat e fundit edhe të ftuarve të tjerë. Zoti Dokuzi? Për të dhe diçka të fundit të rëndësishme, për sa i përket besueshmërish, jo për reklam, po për anti-reklamës së shumti dhe të kemë vëmendje. Le themi të besueshme sot quajnë edhe platformën, le themi Binance, po që vetë CEO i Binance, i themeluesi i platformës më të madhe, ta themi se më të besueshme, CEO i parë themeluesi ka marrë gjob për vjedhje, gjob CEO, gjob kompania, kështu që deri këtu, ose që nga kjo e kuptojmë besueshmërinë, ose do thënë se çfarë ky thegër, domethënë, kështu që ndaj duhet ta kenë shumë kujdes, pra nuk. Pra gjithnjë me sy të hapur, pavarësisht se le themi që është ndër mund ta ketë emrin e platformës më të besueshme. Po, që ka emrin e platformës se na vjen gojë më kollajt paktën për Europën e tje që Binance. Po, ai u fal, që ishte nga ana e Bidenit që ishte dënuar, ishte thjesht për ndjekje e tyre. Tani më kalojmë në politikën e administratës amerikane. Kjo është besueshmëria që kemi edhe ai prapë besueshëm, është në vend të parë, si exchange. 20 sekondat e fundit. Do të thotë kjo është pikë e fortë për besueshmërinë. Ku veti pari ose që ti e quan besueshëm dhe beson është dënuar për të tillë, vjet domethënë është. Po, ka qenë më shumë politike ose sa ka qenë më shumë Fjalët politike. tuaja të fundit ose po e mbyll me ju zoti Kane, po pasi të kem dëgjuar, po nuk dua ta mbyll me pesimistin tani, të lutem shumë. Jo, mos e mbyll fare në mua, prandaj mbyll. Jo, do ta mbyll me edhe me juve sepse jeni si thua vlerë e shtuar e panelit, por ideja juaj do eci kjo gjëja? A ke fjalën për blockchain? Tregu i rregulluar ligjërisht i monedhave virtuale tek ne. Absolutisht po, absolutisht po, por më në fund pak optimizëm. Nuk është çështje optimizmi, është realitet. Mos harro real politikën, mos e ngatro me optimizëm, pesimizëm. Absolutisht po, por Syçelët duhet jemi të edukuar financiarisht, teknologjikisht. Kaq. Po e mbyll me ju zoti Kane. Shiko, unë mendoj se me anë të mikës, më thënë, ajo është krijuar në mënyrë të tillë që ka rregulla shumë strikte dhe gjithë të operatorët e kanë pasur shumë të vështirë për ta marrë të licencë dhe më pas për të operuar, gjithashtu deklarime dhe gjithë ato që ka. Dhe tani le të themi që Bitcoini, teknologjia blockchain ka arritur në atë pikë që po shitet mënyra e investimit dhe po bëhet më pak le të themi pjesa që nuk ka rëndësi se si funksionon blockchaini. Ti thjesht investo dhe do eci. Pra pjesa e edukimit duhet të jetë gjëja kryesore për ta mësuar se si funksionon. Edukim. Vetëm duke i njohur këto monedha kaq të panjohura deri më sot, do arrim edhe t'ja u ndjejmë atë lezetin në kuptimin, përfitimin për çdo qytetar edhe të vendit tonë. Zoti Ajrizi, zoti Sefa, zoti Kane, zoti Dokuzi, faleminderit që ishit me neve sonte në Ekopuls. Faleminderit ju. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.